Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. 3 shenjat më xheloze të horoskopit. Në vend të parë, Akrepi. Nëse duhet ta përkufizosh xhelozin me një shenjë, është pikërisht Akrepi. Ky person nuk do pak, do gjithçka. Do vëmendje, dashuri dhe përkushtim total. Në momentin që ndjen se po I fshet diçka, brenda ti ndizet një zjarr që nuk shuhet kollaj. Nuk të pyet shumë, por të vëzhgon çdo detaj, çdo ndryshim në ton, çdo sinj që zjat pak më shumë se zakonisht. Akrepi nuk është xheloz sepse nuk ka besim. Është xheloz sepse do thellë dhe urren idenë që dikush tjetër të marrë vendin e tij. Në dashuri, Akrepi është posedues dhe mbrojtës njëkohësisht. Nëse ndjen tradhti, e ndjen para se të ndodh, dhe atëherë bëhet I ftohtë si akulli. Në vend të dytë, Gaforia. Në pamje të parë, Gaforia duket e ëmbël dhe I qetë, por brenda saj fshihet një xhelozi shumë emocionale. Kur dashuron, ajo I jep veten plotësisht, prandaj çdo gjë e vogël që I duket si mungesë interesi e godet thellë. Nuk do ta pranoj kurrë hapur, por do të mbyllet, do të largohet dhe do të presë që të kuptosh vetë që e ke lënduar. Ajo është xheloze jo për kontroll, por nga frika se mos humbet personin që do më shumë se veten. Në dashuri kërkon siguri dhe kur nuk e merr, fillon ta kërkojë në mënyrën e vet të butë, por shumë të fortë. Gaforia është si deti, e qetë në sipërfaqe, por me stuhi në thellësi. Në vend të tretë të listës është Demi. Demi është një nga shenjat më besnike, por njëkohësisht edhe shumë posesive. Kur e do dikë, ndjen sikur I përket, jo në kuptimin toksik, por sepse dashuria për të është diçka shumë serioze. Nëse sheh diçka që e bën të dyshojë, nuk e harron kollaj. Ai nuk bën skena, por ndryshon sjellje. Ftohet, të teston, të bën të ndihesh fajtor edhe pa fjalë. Xhelozia e Demit është e heshtur por e fortë. Vjen nga dëshira për stabilitet dhe nga frika e humbjes. Demi nuk duron dot idenë që dikush tjetër mund të ketë atë që ai ka pasur, apo që t'i prish lumturinë një personi tret.